Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, Bashkia Shkodër ka përuruar kopshtin e rikonstruktuar 1 Qershori, i cili tashmë vjen me ambiente tërësisht të transformuara dhe të përshtatura për nevojat e fëmijëve. Kryebashkiaku Benet Beci u shpreh se investimi sjell hapësira më të sigurta, më moderne dhe më funksionale për të vegjëlit, duke garantuar kushte më të mira për edukimin dhe zhvillimin e tyre. Edhe unë jam shumë i kënaqur për këtë investim. Nuk ka më mirë se sa me uru 1 Qershori nëpërmjet një investimi si ky, edhe shumë simbolik që edhe kopshti quhet 1 Qershori. Mendoj që për bashkim investimet më të vlefshme janë investimet që bëhen për fëmijët, edhe për Shkodrën, ardhmja e Shkodrës është në fakt në durët e fëmijëve, kështu që çdo kusht i mirë që i krijojmë fëmijëve nëpërmjet investimit është në fakt një investim që bëjmë për të ardhmen e Shkodrës. Bashkia Shkodër shprehet se me këtë investim vijon fokusin e saj për përmirësimin e infrastrukturës arsimore, duke krijuar ambiente dinjitoze për fëmijët dhe stafin edukativ.